shkon në versionin pa presidente, me domon mos me thirë Saundsën. Gjë që është shkelje kushtetuese. Çdo orë, mas orës 12:05 marsit, është Kosova po hyn edhe një herë në atë shkeljen permanente kushtetuese, cila ka me lajmonja 6 muaj. Sepse me 6 muaj apo 3 muaj? Sigurisht 6 muaj. Domthonse 6 muaj mos gjykata kushtetuese mundet me e vonu Londën, çush e ka vonu, ju e dini Londën e fundit për zgjedhjen e nënkryetarit në Kapakicat, që ka qenë zoti Rashiq. Njëjtin gabim opozita që e ka bën vitin e kaluar, më ashtu e bën si vjet. Mo identik njëjtin, njerë kanë gabu PDK me Dimal Bashën, herë njëjtin gabim e ka bën edhe më të madh LDK me Nenad Rashiqin. Shkelje permanente kushtetuese, ta mund dulum nga ilegalja. Në legalitet, zoti Kurti pe kthen vendin edhe në herë në legalitet. Kush është favorit për president? S'ka favorit, sepse zoti Kurti o favorit. Ai nuk është favorit, është fitues. Shiko, zoti Kurti me 57 numra, nuk i ka 57, i ka 67. Sepse i kontrollon Pakicat. 66. Pse? 66 apo 66. Pse? Me Pakicat. Po e ka Rashiqin. Po dhe me Rashiqin. Tunë gjallë të Ju me Rashiqin bëj bie 67 tiket. Jo, se si 66. Duda Bali dhe Adem Hoxha nuk janë pjesë. Jo, Duda Bali ka thënë që po, do të jetë mbështetje. Po, presidentet e votojnë në Kosovë. Nuk është me problemi të 66.